Mirë se erdhët Briqeapër të dashur, jam Diana nga Letra Trefejnë. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Dhe letra që më kanë dalë është Magjistari, 10 të kupës, Kalorësi i monedhës dhe Mbretëresha e shpatës. Ky lexim në fakt flet për një briqeap që ka marr apo do rimarr fuqinë në dorë, është duke ecur apo ka ecur gjithë këtë periudhë me ritëm apo me hapa të ngadalt, sepse është duke po matë çdo hap, ta them kështu. E ardhmja kogja e qëndrueshme të dashur Briqeapër, e ndërtuar me mend e mund dhe jo me nxitim. Absolutisht tregon për qëndrueshmërinë e gjërave që janë duke ardhur. Filloj me Magjistarin të dashur, që do të ke aftësi, përvojë dhe mjetet për të ndryshuar e bërë situatën ashtu siç do ti. E ardhmja nuk do të vë përballë mungesës. Absolutisht mungesat nuk do jenë aty më në të ardhmen, por përgjegjësi të madhe do të keni. Nëse gjërat nuk po lëvizin, nuk do të thotë apo nuk po lëvizin me ritmin se si do të dëshironit ju të dashur. Nuk do thotë që nuk do lëvizin, por nuk është që s'ka mundësi apo që s'ka mundësi. Është sepse po e shtyn veprimin. Përdor atë që ke tani, mos prit kushte perfekte që të mund të ecni, që të mos ndaloni asnjëherë. Do thotë, vërtet mundësit janë aty, nuk do mungojnë asnjëherë, megjithëse duhet të ndërmerrni më shumë përgjegjësi apo por jo të ta them ta ndërprisni apo të ndaloni. Përdor atë çfarë ke, pa pritur që gjërat të bëhen perfekt. Në atë kuptim. Se shpesh themi, prit edhe pak të rregulloj dhe këtë dhe pastaj të jo. Siç janë gjërat ashtu të ecin që të mos ndaloni fare. 10 të kupës, ajo që po synon realisht, ajo që po dëshiron është puna pas gjithë kësaj lodhje, kërkon qetësi, absolutisht, kush nuk e do këtë stabilitet emocional dhe ndjenjë plotësie. E ardhmja e ka këtë potencial, por jo duke sakrifikuar aq shumë, siç keni bërë në të kaluarën, veten apo dhe të tjerët pafund për të arritur diçka. Lumturia nuk është problem pas vuajtjes, është zgjedhje e përditshme. Dhe duhet të jetë kjo. Nuk është ajtë të vuajmë tani dhe pastaj do kënaqemi. Sado që mund të lodhemi, sado që jemi duke punuar, sado që mes të asaj të gjeni dhe kënaqësi për të bërë diçka për veten apo për njerëzit që doni. Kjo është ajo pra që duhet bërë. Nuk është problem pas vuajtjes pra lumturia, por është zgjedhje e përditshme. Kalorësi i monedhës tregon që gjërat vërtet ju kanë ecur zvarr, ndoshta vitin e kaluar, por dashur Briqeapë sigurt, sado që zvarr kanë ecur ato kanë ditur ku po ikin apo ku është destinacioni. Kjo letër është shumë Briqeap, ta them kështu. Briqeapi është i ngadalt, i dëshiron gjërat e sakta, ecën atë pas hapi pa rrezikuar kot dhe pa u shpërndar sa për të thënë. Kjo qasje funksionon dhe po funksionon dhe për ju, por vetëm nëse nuk kthehet në stagnim. Si që thash, mos pritni kohën perfekte, por që vazhdoni të ecni, sido që të bëhet që edhe gjysmë hapi, por të jetë para, drejt asaj që jeni duke synuar. Pra mos vazhdo, por kontrollo nëse ende po ecën apo thjesht po qëndron në vend. Kjo është ajo letër që thot. Dhe mbretëresha e shpatës që thot qartësia dhe kufita. Qartësia dhe kufit. E ardhmja të kërkon mendje tek thjellët, absolutisht, dhe fjalë të drejta. Tani kjo po them kështu që do të thot diçka të qartë. Me pak tolerancë për konfuzion dhe më shumë standard. Thuaj të vërtetën, apo të jeshin sinqert me veten tënde, apo me tjerë, çfarë do që të jetë, kur është e pakëndshme, kur s'është e drejtë, kur ndjen që nuk është,
kjo të mbron më shumë se sa heshtja të tërhiqesh apo të heshtës mos thuash asgjë. Të dashur bicjapër, e ardhmja jote është kogja e fortë, e qëndrueshme dhe ndërtuar me mend. Ajo funksionon kur ndalon së shtyri jetën për më vonë dhe fillon të jetosh atë që po ndërton. Ndërto dhe shijo. Jo ndërto e pastaj dikur do shijojmë. Jo. Stabiliteti pra nuk vjen nga pritja, por nga veprimi i vazhdueshëm dhe absolutisht i ndershëm, që është dhe jeni ju, bicjapër.